Në prag të Krishtlindjes, një grua përballet e vetme me një takim të verbër që përfundon me refuzim dhe heshtje. Para se të largohet, vendos të ndaj tryezën me një të pastret të harruar nga bota. Mes fjalëve të ndrojtura dhe tregimeve nga e kaluara, fillon të shfaqet diçka e njohur. Kur zbulon kush është ai në të vërtetë, zemra e saj ndahet mes dhimbjes dhe një shansi të dy. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Ajri i ngrohtë i dhjetorit në Tiranë mbante aromën e ëmbël të pemëve të Krishtlindjeve të shpërndara nëpër rrugët e mbushura me lëvizje të qendrës. Dritat vezullonin me një ritëm të shpejtë, duke krijuar një atmosferë festive që binte në kontrast me zhurmën e makinave dhe autobusëve që kalonin pa pushim. Marina rregulloi fustanin e saj blu të errët për herë të tretë atë pasdite, duke parë pasqyrimin e saj në vitrinën e një dyqani rrobash. E kishte zgjedhur atë veshje me aq kujdes, duke menduar për çdo detaj. Pëllura i rinte bukur trupit të saj 42 vjeçar, jo shumë e ngushtë, jo shumë e lirshme. Mjaftueshëm elegante për të lënë një përshtypje të mirë, por jo aq e egzageruar sa të dukej e dëshpëruar. Mori frymë thellë dhe ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Kishte kaluar më shumë se një vit që nga takimi i fundit i caktuar, që nga përpjekja e fundit për të njohur dikë të ri. Pas divorcit, ishte mbyllur në vetvete, duke përqendruar gjithë energjinë e saj në punën si kontabiliste në një kompani logjistike. Fundjavat mbusheshin me punë shtëpie, seriale në televizor dhe telefonata të herpashershme me të ëmën, e cila jetonte në Durrës. Ishte një jetë e sigurt, e parashikueshme, por edhe boshe. Shoqja e saj Klodiana kishte këmbëngulur aq shumë që ajo ta pranonte atë takim të verbër. Marina, duhet të dalësh nga kjo gjendje. Arbeni është një djalë i mirë, i edukuar, ka një punë të mirë. Çfarë ke për të humbur? Ajo kishte rezistuar për javë të tëra, duke shpikur justifikime, duke pretenduar se nuk ishte gati. Por diçka në prag të Krishtlindjeve e bëri të ndryshonte mendje. Ndoshta ishte vetmia që godiste më fort në datat festive, ose shpresa naive se viti i ri do të sillte ndonjë ndryshim të vërtet në jetën e saj. Restoranti ndodhej në zonën e bllokut, një vend komod që ajo e kishte kërkuar në Google përpara se të pranonte ftesën. Në foto, dukej si një ambient romantik, por jo shumë formal. Tavolina druri, drita të verdha, një atmosferë që premtonte biseda të qeta. Kur arriti 10 minuta para orarit të caktuar siç bënte gjithmonë, u prit nga kamerieri me një buzëqeshje të ngrohtë. "Zonjë, keni rezervim?" e pyeti djali i ri, me flok kaçurela dhe një përparse të hekurosur mirë. "Po, tavolinë për 2, në emër të Arbenit." Fjalët i dolën pak të dridhura, të përziera me ankth dhe pritshmëri. "Perfekt, nga këtu, ju lutem." Ai e çoi në një tavolinë pranë dritares, të zbukuruar me një kompozim të vogël me lule artificiale dhe 2 qirinj që krijonin një atmosferë intime. Marina u ul përballë hyrjes për të mundur ta identifikonte Arbenin kur ai të arrinte. Klodiana i kishte treguar vetëm një foto të vjetër të tij në Facebook, ku shfaqej duke buzëqeshur pranë një grupi miq në një festë popullore. Flok gështenjë, shtat mesatar, fytyrë simpatike. Asgjë shumë e spikatur, por ajo nuk po kërkonte një aktor telenovelash. Vetëm dikë të sjellshëm, me të cilin mund të bisedonte dhe, kush e di, të ndërtonte diçka. Porositi një ujë me gaz për të qetësuar nervozizmin dhe mbeti duke vëzhguar lëvizjen në restoran. Ishte prag Krishtlindjesh dhe vendi ishte plot. Çiftet të gjitha moshave zinin tavolinat përreth, disa qartësisht në takime të para si ajo, të tjerë me intimitetin e viteve të tëra marrëdhënieje. Një familje e tërë ishte mbledhur në një tavolinë të madhe në cep, fëmijët vraponin me skarrigeve ndërsa të rriturit përpiqeshin të mbanin një farë kontrolli mbi rrëmujën e organizuar. Tingulli i bisedave përzihej me një muzikë të lehtë krishtlindjesh që luej në sfond. 25 minuta. Marina pa orën e celularit për herë të 10 dhe ndiu një therrje shqetësimi në stomak. Arbeni ishte vonuar. Ndoshta trafiku ishte i rënduar, ose ai kishte pasur ndonjë të papritur në punë. U përpoq të binte veten se ishte normale, se njerëzit vonoheshin, veçanërisht në prag festash. I kërkoi kamerierit të priste edhe pak përpara se të bënte porosin. 40 minuta. Nervozizmi fillestar i kishte lënë vendin ankthit të vërtetë.
Ajo filloi të imagjinonte skenar, një aksident, një problem familjar, ose më keq, mundësinë që të ishte mashtruar. Kontrolloi përsëri mesazhin që Klodiana i kishte dërguar me detajet e takimit. Ora, vendi, përshkrimi fizik. Gjithçka përputhej. Ndoshta ai kishte hequr dorë në momentin e fundit. Ndoshta e kishte parë atë duke hyrë në restorant dhe kishte ndryshuar mendje. Kur Arbeni më në fund u shfaq, pothuajse një orë pas orarit të caktuar, Marina ndjeu një përzierje lehtësimi dhe irritimi. Ai shikoi përreth, qartësisht duke kërkuar dikë, derisa sytë e tij takuan të saj. Ajo ngriti dorën diskretisht, duke u përpjekur të buzëqeshte pavarësisht sikletit. Ai ju afrua tavolinës pa u nxituar, pa asnjë shenjë urgjence apo kërkesë faljeje në fytyrë. Ti e Marina, pyeti ai, duke qëndruar në këmbë pranë tavolinës pa u ulur. Po, unë jam. Arben, apo jo? Ajo i zgjati dorën, por ai nuk ja ktheu përshëndetjen. Arbeni e analizoi nga kokat e këmbët në një mënyrë as pak delikate, sytë i shëtitën mbi fustanin e saj, fytyrën, flokët e kapur në një topuz të lirshëm. Heshtja zgjati për disa sekonda që ju dukën si një përjetësi. Marina ndjeu fytyrën t'i nxehej, një përzierje turpi dhe moskuptimi e pushtoi. Shiko, tha ai më në fund, ende në këmbë, mendoj se ka pasur një keqkuptim. Klodiana nuk më dha një përshkrim shumë të saktë. Ti nuk je tamam tipi im. Fjalët e goditën Marinën si një grusht në stomak. Ajo hapi gojen për t'u përgjigjur, por asnjë tingull nuk doli. Arbeni vazhdoi me të njëjtën ftohtësi. Nuk ja vlen të humbasim kohën e njëri tjetrit. Suksese. Dhe pa thënë asnjë fjalë tjetër, ktheu shpinën dhe doli nga restoranti, duke e lënë atë vetëm në tavolinën e zbukuruar për dy. Marina mbeti e paralizuar për disa çaste, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur. Përreth, jeta vazhdonte normalisht. Familjet vazhdonin të qeshnin, çiftet vazhdonin të bisedonin, fëmijët vazhdonin të vraponin. Por për të, bota ishte ndalur. Ndjeu lotët t'i digjnin syt dhe luftoi për të mos i lënë të rridhnin. Jo aty, jo përpara gjithë atyre të huajve. Kamerieri ju afrua me diskrecion, duke kuptuar se diçka kishte shkuar keq. Zonjë, dëshironi të bëni porosin? Apo preferoni të prisni edhe pak? Ai nuk do të kthehet, përshpëriti ajo, me zërin pothuajse të padëgjueshëm. Mund t'ju sjell menun gjithsesi? Kemi pjata individuale shumë të shijshme. Ajo tundi kokën në shenjë mohimi, mori çantën dhe u ngrit. Duhej të largohej nga aty, larg syve kureshtar, larg asaj tavoline që tani përfaqësonte poshtërimin e saj. Eci drejt daljes duke u përpjekur të ruante dinjitetin, por përbrenda ndihej sikur po shkërmoqej. Në prag të Krishtlindjeve, vetëm në një restorant plot me njerëz të lumtur, ishte refuzuar në mënyrën më mizore të mundshme. Tek dera e restorantit, ajo ndaloi. Përmes xhamit mund të shihte rrugën plot lëvizje, njerëzit që kalonin me nxitim me qeset e tyre të dhuratave, fytyrat e ndriçuara nga pritshmëria e festimeve. Dhe atëherë vuri re një figurë të ndalur në trotuar, mbështetur në murin e ndërtesës ngjitur. Ishte një burr më i moshuar, me flokë të gjatë e të thinjur që i binin mbi supe. Mjekra e dendur dhe e parregullt i mbulonte një pjesë të madhe të fytyrës, por nuk fshinte sytë e lodhur që dukeshin se vëzhgonin lëvizjen e rrugës me një melankoli të heshtur. Kishte veshur disa shtresa rrobash të vjetra, një palë xhinse të zbardhura, një bluzë që dikur kishte qenë e bardhë dhe sipër një xhaketë ushtarake me disa të grisura. Pranë tij, në tokë, kishte një qese plastike të verdhë me disa sende personale. Marina e vëzhgoi për disa sekonda, duke harruar për një moment dhimbjen e saj. Kishte diçka te ai burr që e preku në një mënyrë të pashpjegueshme. Ndoshta ishte fakti që, ashtu si ajo, ai dukej krejtësisht jashtë vendit në atë skenar festimi. Ose ndoshta ishte thjesht dëmshuria që lindi në një moment kur ajo vetë kishte nevojë për dëmshuri. Pa menduar shumë, pa llogaritur pasojat, ajo shtyu derën e xhamit dhe doli në rrugë. Nxehtësia e lagësht e Tiranës e mbështolli menjëherë, duke sjellë me vete erën e ushqimit të rrugës, gazrat e makinave dhe parfumin e luleve që zbukuronin trotuaret. Eci deri aty ku burri ishte ndalur, zemra i rrite fort, jo më nga nervozizmi romantik, por nga një guxim që nuk e dinte se e kishte. Më falni, tha ajo, me zërin ende pak të dridhur. A jeni i uritur? Burri ngriti syt, i habitur. Ishte e rrallë që dikush t'i drejtohej në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të edukuar.
Zakonisht njerëzit bënin sikur nuk e shihnin, ose në rastin më të mirë I hidhnin disa monedha pa vendosur kontakt vizual. Ai e studioi për një moment duke vënë re fustanin elegant, grimin e bërë mirë, parfumin delikat që I arrinte pavarësisht distancës. Unë hezitoi ai, qartësisht I sikletosur. Nuk po kërkoj asgjë, zonjë. Thjesht po pushoja këtu. E di, u përgjigj Marina, pa lëvizur. Por po ju pyes nëse dëshironi të hani diçka. Ka një vend bosh në tavolinën time aty brenda. Ajo tregoi me gisht restorantin pas shpinës së saj. Burri shikoi në drejtimin që ajo tregonte, pastaj ktheu syt përsëri në fytyrën e saj. Kishte aq shumë emocione që kalonin nëpër atë shprehje të lodhur, konfuzion, mosbesim, mirënjohje, turp. Ai e dinte si duhet të dukej, si duhet të mbante erë. E dinte se nuk ishte lloji I personit që frekuentonte atë lloj lokali. Nuk e di nëse është ide e mirë, përshpëriti ai. Njerëzit do të shikojnë, do t'u duket e çuditshme. Sot është prag Krishtlindjesh, tha Marina, dhe për herë të parë që kur Arbeni ishte larguar, arriti të skiconte një buzëqeshje të sinqertë. Dhe unë sapo u braktisa vetëm në atë tavolinë. Nëse nuk ju bezdis të më bëni shoqëri mua, një të huaje, do t'ju isha mirënjohëse. Pati një heshtje të gjatë. Burri shikoi qesen e tij me sende, pastaj duart e tij të pista dhe më në fund fytyrën e saj. Kishte diçka në ata sy që e bindi se ftesa ishte e sinqertë, pa qëllime të dyta apo mëshirë poshtëruese. Unë pranoj, tha ai më në fund. Por nuk kam si të paguaj. Nuk ka nevojë, u përgjigj Marina, tashmë duke ecur drejt hyrjes. Sonte darka është nga unë. Kur hynë së bashku në restorant, gumëzhima e bisedave u ul për disa sekonda. Marina ndjeu shikimet të ktheheshin drejt tyre, por ngriti mjekrën dhe eci e vendosur drejt tavolinës së saj. Burri e ndiqte disa hapa pas, qartësisht I sikletosur, duke u përpjekur të bëhej më I vogël se sa ishte. Kamerieri që e kishte shërbyer më parë ju afrua, duke u përpjekur të fshite habin në fytyrë. Zonjë vendoset të qëndroni, pyeti ai, duke shikuar diskretisht shoqëruesin e saj. Po, vendosëm të darkojmë, u përgjigj Marina me vendosmëri. Mund të na sillni 2 menu, ju lutem? Djali hezitoi për një moment, por shpejt rifitoi qëndrimin profesional. Sigurisht, kthehem menjëherë. Marina tërhoqi karrigen që burri të ulej, një gest që e la atë edhe më të çoroditur. Askush nuk e kishte bërë këtë për të prej shumë kohësh. Ai u rehatua me kujdes, duke u përpjekur të mos prekte asgjë përveç se të nevojshmes, sikur të kishte frikë të kontaminonte ambientin me praninë e tij. Si quheni? E pyeti Marina, duke u ulur përballë tij. Robert, u përgjigj ai me zë të ulët, duke shmangur shikimin e saj. Robert Urshalla. Gëzohem që ju njoh, Robert. Unë jam Marina. Ajo I zgjati dorën mbi tavolinë dhe pas një momenti hezitimi, ai ja shtrëngoi shpejt. Duart e tij ishin të ashpra, të shenjuara nga koha dhe moti I keq, por shtrëngimi ishte çuditërisht I butë. Kamerieri u kthye me menut dhe një gotë ujë për Robertin. Dëshironi ndonjë pije për të shoqëruar? Unë do të doja një lëng portokalli, tha Marina. Po ju, zoti Robert? Roberti shikoi menun pa parë vërtet se çfarë ishte shkruar. Çmimet kërcenin nga faqja si numra të pamundur. Vetëm ujin, faleminderit. Kur kamerieri u largua, Marina u përkul pak përpara. Robert, ju lutem, porosisni çfarë të doni për të ngrënë. Unë insistoj. Është shumë mirësi nga ana juaj, zonja Marina. Por vetëm uji është më se I mjaftueshëm. Sot është prag Krishtlindjesh, përsëriti ajo të njëjtat fjalë që kishte thënë në rrugë. Askush nuk duhet të kalojë I uritur në një datë të tillë. Roberti më në fund ngriti syt për ta parë. Kishte një thellësi në atë shikim që e habiti Marinën. Nuk ishte vetëm lodhje apo dorëheqje. Ishte inteligjencë, ndjeshmëri, ndoshta edhe një dinitet I vjetër që rezistonte pavarësisht gjithçkaje. Ju nuk më njihni, tha ai ngadalë. Nuk e dini pse jam në rrugë. Mund të jetë që nuk e meritoj këtë mirësi. Të gjithë meritojnë një vakt të ngrohtë, u përgjigj Marina pa hezituar. Veçanërisht për Krishtlindje. Roberti studioi fytyrën e saj për një moment të gjatë, duke kërkuar shenja falsiteti ose poshtërimi, por gjeti vetëm sinqeritet. Pak nga pak, diçka brenda tij filloi të çarmatosej. Mirë, tha ai më në fund.
por asgjë shumë të shtrenjtë. Marina buzëqeshi, sinqerisht e lumtur për këtë fitore të vogël. Kur kamerieri u kthye, ajo porositi një lazanjë me patlıcan, ndërsa Roberti, pas shumë hezitimesh, zgjodhi një pjatë të ditës me oriz, fasule, biftek dhe patate të skuqura. Ushqim i thjesht, familjar, që nuk do ta bënte të ndihej më jashtë vendit se sa ndihej tashmë. Ka shumë kohë që jetoni në rrugë, pyeti Marina me kujdes, pa dashur të dukej ndërhyrëse. Roberti piu një glënjë ujë përpara se të përgjigjej. Rreth 5 vjet. Pak a shumë. Dhe para kësaj? Ai mbeti në heshtje për aq gjatë sa ajo mendoi se nuk do të përgjigjej. Rreth tyre, restoranti vazhdonte të ishte i gjallë. Një tavolinë aty pranë po festonte një ditëlindje me tortë dhe këngën shumë urime për ty të kënduar në kor. Në tavolinën në fund, një çift i ri shkëmbente dhurata të parakoshme, syt u shkëlqenin nga lumturia. Para kësaj kisha një jetë ndryshe, tha Roberti më në fund, me zë pothuajse të padëgjueshëm. Shumë ndryshe. Të gjithë kemi pasur jetë të ndryshme, u përgjigj Marina butësisht. Unë vetë jam këtu sot sepse jeta ime ndryshoi plotësisht disa vite më parë. Diçka në mënyrën se si ajo foli e bëri Robertin të interesoj. Çfarë ndodhi? U divorcova. Pas 15 vitesh martesë, zbulova se burri im kishte një lidhje prej më shumë se 2 vitesh. Pa pritur, e gjeta veten duke jetuar vetëm, duke u përpjekur të rindërtoja gjithçka nga e para. Ajo luante me pecetën ndërsa fliste. Nuk është asgjë krahasuar me atë që duhet të keni kaluar ju, por ishte e vështirë gjithsesi. Roberti tundi kokën ngadalë. Të humbasësh gjithçka që besoje se ishte e fortë është një lloj vdekjeje, apo jo? Fraza zbuloi më shumë për të se çdo shpjegim tjetër. Marina kuptoi se ishte përballë dikujt që e njihte thellësisht dhimbjen e humbjes, dikujt që kishte përjetuar rënien nga një vend i lartë. Kishit familje? E pyeti ajo me delikatesë. Fytyra e Robertit u tkur sikur ajo të kishte prekur një plag ende të hapur. Ai shikoi duart e tij, të pista dhe të dridhura. Kisha, përshpëriti ai. Grua. Një vajzë. Dhe ato. Unë ika. Unë i braktisa. Fjalët dolën si një rrëfim i shkullur me forcë. Nuk munda të qëndroja dhe të shija se çfarë u kisha bërë jetëve të tyre. Kamerieri solli pjatat dhe të dy mbetën në heshtje ndërsa ai rregullonte gjithçka në tavolinë. Aroma e ushqimit mbushi ajrin mes tyre, por asnjëri prej tyre nuk dukej se nxitonte për të ngrënë. Roberti shikonte pjatën sikur të mos besonte se ajo ishte e vërtetë. Hani, ju lutem, e inkurajoi Marina. Gjithçka është në rregull. Roberti mori pirunin me kujdes, sikur do ta thyente. Kafshata e parë ishte hezituese, por shpejt shija e ushqimit shtëpiak i solli lot në sy. Kishte kaluar aq shumë kohë që kur kishte ngrënë diçka që nuk ishte mbeturin ose dhurim nga ndonjë institucion bamirësie. Është e shijshme? E pyeti Marina. Shumë, u përgjigj ai, dhe ajo mund të shihte se ai po luftonte për të mos e gllabëruar gjithçka menjëherë. Ata hëngrën në heshtje për disa minuta, por Marina nuk mund të ndalonte së vëzhguari. Kishte diçka në mënyrën se si ai mbante pirunin, si priste mishin që sugjeronte një farë rafinimi. Edhe me rrobat e vjetra dhe duart e pista, mënyra e tij në tavolinë ishte edukuar, pothuajse elegante. Robert, tha ajo më në fund, mund t'ju pyes se çfarë ndodhi? Çfarë ju bëri të lini familjen tuaj? Ai ndaloi së ngrëni dhe mbeti duke parë pjatën. Konflikti i brendshëm ishte i dukshëm në shprehjen e tij. Një pjesë e tij donte të mbyllej përsëri, të mbronte sekretet e tij më të dhimbshme. Por një pjesë tjetër, një pjesë që kishte qenë e mbytur për vite, ndjente nevojën për të folur. Isha biznesmen, filloi ai ngadalë. Kisha 3 kompani të vogla. Asgjë shumë e madhe, por mjaftonte për të jetuar mirë. Gruaja ime nuk kishte nevojë të punonte, mund të kujdesej për vajzën tonë. Kishim një shtëpi të mirë, makinë, plane për të ardhmen. Marina dëgjonte me vëmendje, duke u përpjekur ta imagjinonte këtë burr në një jetë të mëparshme, me kostum e kravatë, duke drejtuar mbledhje, duke marrë vendime. Si ndryshoi gjithçka. Roberti pshertiu thellë. Filloi si argëtim. Disa miq më çuan në një kazino. Ishte vetëm për të çlodhur pas punës, e kupton? Disa qipa, disa pije, asgjë e madhe. Marina tundi kokën, duke filluar të kuptonte se ku po shkonte historia. Por fillova ta pëlqeja ndjesin.
adrenalinën, mundësinë për të fituar shumë. Në fillim edhe fitoja disa herë. Pastaj mendoja, nëse fitoj me pak para, imagjino nëse vë bast më shumë. Roberti qeshi me hidhërim. Gjithmonë kështu fillon, apo jo? Personi gjithmonë mendon se e ka nën kontroll. Dhe nuk e kishit? As pak. Brenda 6 muajsh, vija baste çdo fundjavë. Brenda një viti, merja para borxh për të luajtur. I thosha gruas sime se ishin investime, zgjerim i bizneseve. Ajo më besonte plotësisht. Dhimbja në zërin e tij ishte e prekshme. Marina ndjeu një shtrëngim në gjoks, duke imagjinuar tradhtin që përfaqësonte ai besim. Fillova të shisja gjëra. Së pari ishin aksionet e kompanisë, pastaj pajisjet, pastaj makina rezervë. Gjithmonë me një justifikim, gjithmonë duke premtuar se do t'i zëvendësoja të gjitha së shpejti. Roberti piu një tjetër gllënik ujë, duart i dridheshin lehtë. Fiona, vajza ime, ishte 6 vjeç atëherë. Aq e vogël, gjithmonë pyeste kur do ta çoja përsëri në park, pse vija vonë, pse isha gjithmonë nervoz. Dhe gruaja juaj nuk dyshonte? Silvana është një grua shumë e mirë. Shumë e pastër. Besonte gjithçka që i thosha, sepse kur nuk i shkoi në mendje se mund të gënjeja në atë mënyrë. Kur më në fund e zbuloi të vërtetën, ishte tepër vonë. Roberti ndaloi së ngrëni plotësisht, duke e shtyr pjatën larg sikur të kishte humbur oreksin. Kisha humbur gjithçka. Kompanitë, shtëpinë, kursimet, madje edhe paratë e llogarisë së kursimit të Fionës që ishin për fakultetin e saj. I kishim borxh bankës, fajdexhinjve, të gjithëve. Çfarë ndodhi kur ajo e zbuloi? Ishte nata më e keqe e jetës sime. Më e keqe se çdo natë që kam kaluar në rrugë që atëherë. Roberti mbuloi fytyrën me duar. Ajo nuk bërtiti, nuk bëri skandal. Vetëm qau. Qau dhe më pyeti si munda t'ja bëja këtë familjes son. Fiona po flinte në dhomën e saj, pa e ditur se do të zgjohej të nesërmen në një botë krejtësisht tjetër. Marina ndjeu lotët t'i digjinin syt. Dhe pastaj? Pastaj u tregova frikacak. Në vend që të qëndroja dhe të luftoja për të rindërtuar gjithçka, në vend që të merrja përgjegjësitë për atë që kisha bërë, unë ika. Dola nga shtëpia në agim, lash një letër ku kërkoja falje dhe nuk u ktheva më kurrë. Zëri i tij u thy. Braktisa vajzën time 6 vjeçare. Braktisa gruan që doja. Sepse nuk mund të përballoja atë që isha bërë. Heshtja që pasoi ishte e dendur, e ngarkuar me dhimbje dhe pendim. Marina përpiqej të përpunonte gjithçka që kishte dëgjuar, përpiqej të kuptonte se si një baba mund të braktiste një fëmijë të vogël, por në të njëjtën kohë ndjente një dëmshuri të thellë për atë burr të shkatëruar përballë saj. Dhe nuk u përpoqet më kurrë të kontaktonit me to. Roberti tundi kokën. Si? Për t'u thënë çfarë? Që po jetoja në rrugë? Që isha bërë një lypës? Që nuk mund të kujdesesha as për veten time, e lëre më t'i ndihmoja ato. Ai e shikoi drejt për drejt Marinën. Disa herë kam menduar t'i kërkoj, e di? Sidomos në ditëlindjen e Fionës ose në ditën e baballarëve. Por gjithmonë kam menduar se ato ishin më mirë pa mua. Se unë vetëm do t'u sillja më shumë vuajtje. Por vajzës suaj duhet t'i ketë munguar. Shpresoj që jo, tha Roberti, por kishte një ankth të thellë në zërin e tij që kundërshtonte fjalët e tij. Shpresoj që ajo të më ketë harruar dhe të ketë vazhduar përpara. Që të jetë rritur e lumtur, pa pritur një baba që kurrë nuk e meritoi atë titull. Marina vëzhgoi fytyrën e tij, të shenjuar nga vitet dhe moti i keq, por ende të aftë për të shprehur aq shumë dashuri dhe aq shumë vuajtje. Kishte diçka të njohur në atë dhimbje, diçka që i honte në përvojën e saj. Pa pritur, një kujtim i vjetër u kthye me forcë të plotë. Ajo ishte 7 vjeç kur babai i saj u zhduk. Gjergj Shala ishte emri i tij. Një biznesmen që dilte herët dhe kthehej vonë, gjithmonë me projekte madhështore, gjithmonë duke premtuar udhëtime dhe dhurata që kurrë nuk u realizuan. Një ditë ai thjesht nuk u kthye në shtëpi. E ama kishte pritur ditë, javë, përpara se më në fund të pranonte se ai kishte braktisur. Gjergj, përshpëriti ajo, pa e kuptuar se kishte folur me zë të lartë. Roberti ngriti syt, i habitur. Si ydhë? Më falni, unë thjesht kujtova diçka. Marina tundi kokën, duke u përpjekur të largonte kujtimin. Cili ishte emri juaj i plotë?
Robert Ushala. Robert Gjergj Shala. Ai rudhi vetulla. Pse? Bota dukej se u ndal. Zhurma e restorantit u bë një zukatje e largët. Marina ndjeu sikur toka ishte hapur nën këmbët e saj. Robert Gjergj Shala. I njëjti emër që kishte parë në certifikatën e lindjes, në dokumentet që ema i ruante në një kuti të vjetër në dollap. I njëjti emër që e kishte përsëritur mira herë në fëmijëri, duke ëndërruar për ditën kur babai i saj do të kthehej në shtëpi. Robert Gjergj Shala, përsëriti ajo ngadalë, duke provuar fjalët në gjuhën e saj. Në cilin vit keni lindur? 1968. Pse këto pyetje? Roberti ishte qartësisht i hutuar, por diçka në shprehjen e saj e bëri të ishte vigjilen. Marina bëri llogarit në mendje. Moshat përputheshin. Koha kur ai tha se kishte braktisur familjen përputhej me zhdukjen e babait të saj. Dhe kishte më shumë, ajo shenjë diskrete në anën e djathtë të fytyrës, që ajo e kishte vënë re vetëm tani me dritën e qirinjve. Një shenjë që e mbante mend vagëll nga një foto e vjetër që ema e kishte grisur në një moment zemërimi vite pas braktisjes. Po vajza juaj, arriti të pyeste ajo, me zë të dridhur. Cili ishte emri i saj? Roberti e shikoi sikur të ishte çmendur. Fiona. Fiona Marina Shala. Por pse? Ai ndaloi në mes të fjalisë. Fiona Marina. Marinën e kishin regjistruar me të dy emrat, por gjithmonë kishte përdorur vetëm të dytin. Fiona Marina Shala. Sytë e tij u zgjeruan duke i shëtitur fytyrën e saj me një intensitet të ri, sikur ta shihte për herë të parë. Jo, përshpëriti ai. Nuk mund të jetë. Marina nuk mund të fliste. Duart i dridheshin aq shumë sa u desh t'i mbante poshtë tavolinës. Po shikonte burrin që kishte formësuar gjithë jetën e saj përmes mungesës së tij. Burrin që e kishte urryer, kërkuar, imagjinuar qindra herë. Dhe ai ishte aty përballë saj duke kërkuar ujë me turp në një restorant në prag të Krishtlindjeve. Babi, fjala doli si një përshpërim e thyrë. Roberti mbylli sytë dhe u mbështet pas në karrige sikur të kishte marrë një grusht. Kur i hapi përsëri, ishin plot me lodh. Vajza ime e vogël, përshpëriti ai. Fiona ime. Për një moment që u duk si një përjetësi, bab e bi u pan përmes tavolinës së vogël të restorantit, të ndarë nga 35 vite jetë dhe 5 vite heshtje të plodh. Gumëzhima përreth vazhdonte, por për ta bota ishte zvogëluar në atë hapësirë të vogël ku e pamundura ishte bërë realitet. Marina ishte e para që theu heshtjen, por zëri i saj doli i çuditshëm, sikur t'i përkiste dikujt tjetër. Ti më le. Fjalët ishin të thjeshta, por mbanin dekada dhimbjeje. Ti më le dhe nuk u ktheve më kurrë. Roberti u përpoq t'i zgjaste dorën, por Marina u tërhoq instinktivisht. Ai e tërhoqi dorën duke respektuar hapësirën e saj. Fiona. Marina. Korrigjoi ai duke luftuar për të përdorur emrin që ajo kishte zgjedhur. E di që nuk kam të drejtë të kërkoj falje. E di që nuk kam të drejtë për asgjë pas asaj që bëra. Të prita, vazhdoi Marina, fjalët i dilnin të rrëmbyra tani që barriera ishte thyrë. Për vite të tëra të prita. Rria zgjuar natën duke imagjinuar se do të ktheheshe, se do të shpjegoje ku kishe qenë, pse ishe vonuar kaq shumë. Roberti mbylli sytë, sikur çdo fjalë të ishte një thikë. E di. Ti nuk di asgjë. Zëri i saj u ngrit pak, duke bërë që disa njerëz nga tavolinat pranë të shikonin. Ti nuk e di si ishte të rriteshe pa baba. Si ishte të shije të gjithë fëmijët e tjerë që i merrnin prindërit në shkollë ndërsa unë prisja vetëm autobusin. Si ishte të mos kishe askënd që të mësonte të ngisje biçikletën, të mbronte kur djemt më ngacmonin, të përqafonte kur kisha makthe. Lotët më në fundi rodhen në përfytyr dhe Marina as nuk u përpoq t'i fshite. E gjithë vuajtja e shtypur e një jete të tërë po derdhej. Ti nuk e di si ishte të shija maman time duke qarë fshehurazi, duke menduar se unë nuk po e shija. Si ju desh të punonte në 2 punë për të më mbajtur vetëm. Sa poshtëruese ishte kur prindërit e tjerë pyesnin për ty dhe unë duhej të shpikja justifikime. Roberti uli kokën, lotët i pikonin në heshtje mbi tavolinë. Më falë. Të më falësh? Marina qeshi, por ishte një e qeshur e hidhur, pa gëzim. Shfaqesh në jetën time si një lypës dhe do që të falë?
Kishe një vajzë që të donte, që besonte se ishe njeriu më i fortë në botë dhe ti preferove të zhdukeshe se sa të përballoje problemet që i krijove vetë. E di që u tregova frikatësar. E di që duhej të kisha qëndruar. Duhej? Marina u përkul përpara, sytë i shkëlqenin nga zemërimi. Kishe detyrim të qëndroje. Unë isha një fëmijë. Kisha nevojë për baban tim. Kamerieri ju afrua diskretisht duke vënë re tensionin në tavolinë. A është gjithçka në rregull? Dëshironi diçka? Marina fshiu fytyrën me pecet dhe u përpoq të rifitonte qëndrimin. Gjithçka është në rregull, faleminderit. Kur djali u largua, ajo u kthye të shikonte Robertin, i cili dukej se ishte të kurrur edhe më shumë në karrige. Kam menduar për ty çdo ditë, pëshpëriti ai. Çdo ditë të këtyre 5 viteve në rrugë. Pyesja veten si ishe, nëse ishe rritur mirë, nëse ishe e lumtur. Sa herë kam dashur të kërkoj, por ishte më e lehtë të vazhdoje të ike, e plotësoi Marina. Më e lehtë të bëje sikur nuk kishe familje, sikur nuk kishe përgjegjësi. Nuk ishte e lehtë, protestoi Roberti butësisht. Kur nuk ishte e lehtë? Ishte ferr, Marina. Çdo ditë në rrugë është ferr. Por mendova se ju ishit më mirë pa mua. Se unë vetëm do t'ju sillja më shumë probleme. Ky nuk ishte vendimi yt për ta marrë. Zëri i saj u drodh nga emocioni. Nuk kishe të drejtë të vendosje për mua nëse isha më mirë pa ty apo jo. Unë isha 7 vjeç. Doja baban tim, edhe nëse ishte i papërsosur, edhe nëse kishte bërë gabime. Roberti ngriti syt për të takuar të saj. Po tani? Çfarë do tani? Pyetja e kapi Marinën të papërgatitur. Gjatë gjithë atyre viteve e kishte imagjinuar këtë konfrontim qindra herë. Kishte përsëritur në mendje fjalët që do të thoshte, zemërimin që do të ndjente, kënaqësinë që më në fund do të mund të shprehte gjithë dhimbjen e saj. Por tani, përballë tij, nuk e dinte më se çfarë donte. Mbetën në heshtje për disa minuta. Marina vëzhgonte fytyrën e tij, duke u përpjekur të gjente gjurmë të burrit që mbante mend. Syt ishin të njëjtët, megjithse shumë më të lodhur. Forma e hundës, vija e ballit. Por gjithçka tjetër kishte ndryshuar në mënyrë drastike. Je i sëmur? E pyeti ajo papritur. Roberti u duki habitur nga ndryshimi i temës. Si kështu? Dukesh i brisht. Shumë i dobët. A ushqehesh siç duhet? Si mund të ushqehem siç duhet duke jetuar në rrugë? Ai buzëqeshi me trishtim. Siç ushqehet çdo i pastre. Me atë që gjen. Kufle? Varet nga dita. Ndonjëherë në strehez, kur ka vende. Ndonjëherë në ura, në parqe, aty ku të lë policia. Marina ndjeu një therje në gjoks. Sado zemërim që kishte, sado e lënduar që ishte, imazhi i tij duke fjetur jashtë dhe shqetësonte thellësisht. Po në dimër? Dimri këtu në Tiranë nuk është aq i ashpër. Durohet. Roberti vuri re shprehjen e saj dhe shtoi shpejt, nuk po kërkoj mëshirë, Marina. Vetëm po u përgjigjem pyetjeve të tua. E di që nuk po kërkon mëshirë. Ajo psherti u thellë. Është se është e vështirë. Gjatë gjithë këtyre viteve të kam urryer. Të kam urryer që më braktise, që shkatërrove familjen tonë, që ishe kaq egoist. Por tani, duke të parë kështu. Tani sheh se e kam marrë dënimin që meritoja? Nuk është kjo. Marina luante nervozisht me pecetën. Nuk ka të bëj me dënimin. Ka të bëj me nuk e di. Ti vazhdon të jesh babai im, edhe pse je një i huaj në të njëjtën kohë. Roberti tundi kokën ngadalë. E kuptoj. Dhe ti ke çdo të drejtë të më urresh. Ke çdo të drejtë të më dëbosh dhe të mos mendosh më kurrë për mua. Kam edhe të drejtën të mos e bëj këtë. Ai ngriti syt, i habitur. Shiko, vazhdoi Marina, nuk do të bëj sikur gjithçka është në rregull, sepse nuk është. Nuk do të bëj sikur mund të fal menjëherë, sepse nuk mundem. Por gjithashtu nuk mund të bëj sikur nuk më intereson se çfarë ndodh me ty, Marina. Më lër të mbaroj. Ajo mori frym thellë. Ti bëre një zgjedhje të tmerrshme 5 vjet më parë. Një zgjedhje që më lëndoi në një mënyrë që ti as nuk e imagjinon. Por ti gjithashtu po paguam për atë zgjedhje prej 5 vitesh. Dhe një pjesë e imja, një pjesë që nuk dua ta pranoj, ende kujton se si ishte të doja.
Roberti mbuloi fytyrën me duar duke u përpjekur të kontrollonte emocionin. Nuk e di nëse mund të quaj baba tani, vazhdoi Marina. Ndoshta nuk do të mundem kurrë. Por dua të përpiqem të njoh. Dua të përpiqem të kuptoj se kush je bërë, kush je tani. Jo burri që më braktisi, por burri që është këtu përballë meje. Ti do të doje të më shije përsëri? Mendoj se po. Përgjigjja e saj tingëlloi hezituese, por e sinqertë. Nuk e di mirë se si do të funksionoj kjo, por mendoj se dua të provoj. Roberti tundi kokën me forcë. Çfarëdo që të duash. Në kohën tënde, në mënyrën tënde. Ka disa kushte, tha Marina me vendosmëri. Cilin do? E para, sinqeritet total. Asnjë gënjeshtër, asnjë histori të shpikur për të më mbrojtur mua apo që ti të dukesh më mirë. Nëse do ta provojmë këtë, duhet të jetë me të vërtetën. Dakord. E dyta, duhet të kujdesesh më mirë për veten. Duhet të gjesh një vend për të qëndruar, duhet të ushqehesh siç duhet, duhet të kujdesesh për shëndetin tënd. Roberti hezitoi. Marina, nuk mund të pranoj bamirësi nga ty, nuk do të ishte e drejtë. Nuk po ofroj bamirësi. Po ofroj ndihmë. Për qetësinë time, jo për tënden. Ajo e shikoi me vendosmëri. Nëse do të përpiqemi të rindërtojmë ndonjë lloj marrëdhënieje, duhet të di se ti je mirë. Nuk mund ta bëj këtë nëse ti vazhdon të flesh në rrugë. Ai mbeti në heshtje për një moment të gjatë, qartësisht në konflikt të brendshëm. Dhe kushti i tretë, pyeti më në fund. Durim. Me mua dhe me veten tënde. Kjo nuk do të jetë e lehtë për asnjërin prej nesh. Do të ketë ditë kur do të jem e zemëruar, ditë kur do të dua të heq dorë. Dhe ndoshta edhe ti do t'i kesh këto ditë. E kuptoj. Marina shikoi përreth restorantit, duke vënë re se shumë nga familjet tashmë po ngriheshin për të ikur. Nata e pragut të Krishtlindjeve po avanconte, dhe së shpejti edhe ata do të duhej të largoheshin nga aty. Ku do t'i kalosh Krishtlindjet? E pyeti ajo. Në Strehës, nëse ka vend. Nëse jo, diku në rrugë. Ideja për ta lënë të kalonte Krishtlindjet vetëm në rrugë, menjëherë pasi ishin ritakuar, ishte e padurueshme për të. Por në të njëjtën kohë, ideja për ta ftuar në shtëpinë e saj dukej shumë e nxituar. Ka një hotel këtu afër, tha ajo më në fund. Asgjë shumë luksoze, por është i pastër dhe i sigurt. Si thua sikur të paguaja disa net për ty? Vetëm derisa të mendojmë një zgjidhje më të mirë. Roberti tundi kokën. Nuk mund ta pranoj këtë. Të lutem. Fjala doli më e brishtë se sa kishte ndërmend. Më lër ta bëj këtë. Jo për ty, por për mua. Duhet të di se je i sigurt. Ai e shikoi për një moment të gjatë, dhe ajo mund të shihte betejën e brendshme në sytë e tij. Krenaria kundër nevojës, kokfortësia kundër mirënjohjes. Mirë, tha ai më në fund. Por është borxh, jo dhuratë. Një ditë do të ta kthej çdo qindark. Nuk ka të bëjë me paratë, u përgjigj Marina. Kur nuk ka pasur të bëjë me paratë. Kamerieri solli faturën dhe Marina pagoi pa lejuar që Roberti të protestonte përsëri. Kur u ngritën nga tavolina, ajo hezitoi për një moment përpara se t'i prekte butësisht krahun. Eja, tha ajo. Do të çoj në atë hotel. Ata dolën së bashku nga restoranti, bab e bi duke ecur krah për krah nëpër rrugët e Tiranës në prag të Krishtlindjeve. Nuk folën shumë gjatë rrugës, secili i humbur në mendimet e veta. Marina habitej se sa surreale i dukej gjithçka. Disa orë më parë, po bëhej gati për një takim romantik. Tani po ecte me baban që nuk e shihte prej dekadash. Hoteli ishte i thjeshtë por i rregullt, lloji i vendit që u shërbente kryesisht udhëtarëve të biznesit dhe njerëzve kalimtar. Recepcionistja e shikoi Robertin me një farë hezitimi, por paratë e Marinës folën më fort se pamja e jashtme. 3 net, tha ajo, duke paguar paraprakisht. Dhe nëse është e mundur, do të donim që ai të mund të përdorte dushin sot. Sigurisht, pa problem. Kur Roberti mori qelsin e dhomës, duart i dridheshin lehtë. Faleminderit, përshpëriti ai. Nesër do të vi të marr për të ngrënë drekë së bashku, tha Marina. Nëse do dua. Ata mbetën në këmbë në hollin e hotelit, asnjëri prej tyre nuk dinte mirë se si të ndahej. Një përqafim dukej shumë i parakohshëm.
Një shtrëngim duarsh, shumë formal. Më në fund, Marina u përkul dhe e puthi lehtë në faqe. Natën e mirë, Robert. Natën e mirë, B. Fjala B e goditi si një rufe. Nuk ishte e përgatitur ta dëgjonte, jo ende. Por as nuk e refuzoi. Vetëm tundi kokën dhe doli nga hoteli, duke e lënë Robertin në hall, duke parë Chelsin në dorë sikur të ishte prej ari. Jashtë, Marina thiri një taksi dhe u la të rrëmbehej nga mendimet gjatë rrugës për në apartamentin e saj. Jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht në një natë të vetme. Babai pa të cilin kishte mësuar të jetonte ishte kthyer, jo si burri i fortë që ajo mbante mend, por si një qenie njerëzore e thyer dhe e penduar. Kur arriti në shtëpi, u ul në divan dhe më në fund lejoi që të gjitha emocionet të dilnin në sipërfaqe. Qau për fëmijën që ishte braktisur, për kohën e humbur, për kompleksitetin e faljes. Por qau edhe nga lehtësimi. Pas gjithë atyre viteve, më në fund e dinte të vërtetën. Më në fund mund të fillonte të përpunonte jo vetëm zemërimin, por edhe mundësinë e shërimit. Në hotel, Roberti bëri dushin më të gjatë të jetës së tij. La ujin e ngrohtë të lante jo vetëm pa pastërtinë e ditëve të fundit, por edhe disa nga shtresat e turpit që mbante. Kur më në fund ushtri në shtratin e pastër, me çarçaf që mbanin erë zbutës, shikoi tavanin dhe përshpëriti një lutje që prej kohësh nuk e kishte bërë. Faleminderit për këtë shans. Të lutem, mos më lër ta prish përsëri. Jashtë, këmbanat e kishës aty pranë filluan të binin duke lajmëruar mesnatën. Krishtlindjet kishin ardhur duke sjellë me vete premtimin e rinisjeve dhe shpresën se disa plagë, sado të thella të jenë, ende mund të shërohen. Krishtlindjet aguan ndryshe për Marinën. Për herë të parë pas vitesh, ajo u zgjua pa atë melankoli që gjithmonë shoqëronte datat festive. Nuk ishte saktësisht lumturi, por një përzierje komplekse ankthi, shprese dhe një ndjesi të çuditshme plotësie. Hëngri mëngjesin duke menduar për Robertin, duke imagjinuar se si e kishte kaluar natën e parë në një shtrat pas kaq shumë kohësh. Rreth orës 11 të mëngjesit, ajo u drejtua për në hotel. E gjeti Robertin në hall, plotësisht të transformuar. Kishte ruar mjekrën, kishte prerë flokët me ndihmën e një berberi aty pranë, dhe kishte veshur rroba të pastra që ajo i kishte blerë një ditë më parë dhe i kishte lënë në recepcion. Ishte ende i njëjti burr i brish si më parë, por tani ajo mund të shitet tipare familjare që vitet e rrugës i kishin fshehur. Mirëmëngjes, tha ajo, duke ju afruar. Mirëmëngjes, Marina. Vërtet erdhe. Kishte habi të sinqert në zërin e tij, sikur një pjesë e tij ende të mos besonte se ritakimi i mbrëmshëm kishte ndodhur vërtet. Thash se do të vija. Ajo studioi fytyrën e tij. Ndihesh më mirë? Shumë më mirë. Faleminderit për rrobat e reja. Roberti hezitoi. Nuk e di si do të shpërblej për gjithë këtë. Do të ham drejt dhe do të bisedojmë me qetësi, u përgjigj Marina, duke shmangur temën e parave. Njon një vend të qetë këtu afër. Ata ecën së bashku nëpër rrugët që ende mbanin një ajër festiv të Krishtlindjeve. Dyqanet ishin mbyllur, por dekorimet vazhdonin të ndriçonin trotuaret. Njerëz kalonin duke mbajtur dhurata, familje të tëra drejtoheshin për në shtëpitë e të afërmve për drekën tradicionale. Restoranti që Marina zgjodhi ishte i vogël dhe mikpritës, i specializuar në kuzhinën tradicionale shqiptare. U ulën në një tavolinë pranë dritares, nga ku mund të vëzhgonin lëvizjen e rrugës. Si ishte nata, e pyeti Marina pasi bën porosi. E çuditshme, u përgjigj Roberti sinqerisht. E mirë, por e çuditshme. Kishte kaq shumë kohë që nuk flija në një shtrat sa pothuajse nuk më zuri gjumi. Dhe kur më zuri, pash në ëndër ty të vogël. Shtëpin ton të vjetër. E mban mend shtëpin ton? Çdo detaj. Letrën e murit në dhomën e ndenjes me lule të verdha, tavolinën e kuzhinës që bënte zhurmë kur dikush mbështetej në të, dhomën tënde me ato perdet roz që ti këmbëngule që ti blinte mamaja jote. Sytë e tij shkëlqyen nga kujtimi. Kishe një kukull të madhe, pothuajse sa ti si e kishte emrin? Julia. Marina buzëqeshi pa dashje. E merja me vete kudo. Po, Julia. Thoje se ishte vajza jote dhe se kur të rriteshe do të bëheshe edhe ti nën e vërtet. Roberti ndaloi duke kuptuar se çfarë kishte thënë. Ti ke fëmijë? Pyetja solli një therje trishtimi për Marinën. Jo.
U përpoqëm disa herë me ish burin tim, por kur nuk ja dolëm. Kur zbulova tradhtin e tij, hoqa dorë nga ideja. Më vjen keq. Nuk ka gjë. Ndoshta nuk ishte e thënë. Ajo ndryshoi temë. Po ti? Të ka munguar diçka gjatë gjithë këtyre viteve në rrugë? Roberti mendoi për një moment. Ju, kryesisht. Por edhe gjëra të vogla, e di? Të kisha ku t'i ruaja gjërat, të mund të bëja një dush kur të doja, të kisha një vend ku të kthehesha në fund të ditës. Ai bëri një pauzë. Dhe më mungoi të isha i dobishëm. Të kisha një qëllim. Në rrugë, ti vetëm mbijeton. Nuk ndërton asgjë, nuk ndihmon askënd, nuk bën ndryshim në botë. Por ke mësuar edhe disa gjëra, apo jo? Si kështu? Marina zgjodhi fjalët me kujdes. Dukesh më njerëzor. Më i ndjeshëm. Burri që unë mbaj mend ishte shumë i fokusuar te puna, gjithmonë duke vrapuar, gjithmonë i shqetësuar për paratë dhe bizneset. Ky burr këtu përballë meje duket se u kushton vëmendje gjërave të tjera. Roberti tundi kokën ngadalë. Rruga të mëson se çfarë ka vërtet rëndësi. Kur nuk ke asgjë, zbulon se nuk ke nevojë për pothuajse asgjë për të mbijetuar. Dhe kur njerëzit të trajtojnë si të padukshëm, ti mëson të vlerësosh çdo gest mirësie, çdo fjalë të butë. Si ajo e djeshme. Si ajo e djeshme. Jo vetëm darka, por mënyra se si më trajtove. Si një qenie njerëzore, jo si një problem. Roberti e shikoi drejt për drejt. Je rritur një grua e mrekullueshme, Marina. Pavarësisht meje, jo për shkakun tim. Nuk ishte pavarësisht teje, tha ajo butësisht. Ishte me mungesën tënde. Që është ndryshe. Ata hëngrën në heshtje për disa minuta, secili i humbur në mendime. Pesha e bisedës ishte intensive, por jo e pakëndshme. Ishte sikur po ndërtonin pak nga pak një orë mbi një humner që dukej e pakapërcyeshme. Mund të bëj një pyetje të vështirë, tha Marina më në fund. Sigurisht. Nëse do të mund të kthehesh e pas në kohë, çfarë do të bëje ndryshe? Roberti vendosi pirunin në pjatë dhe mbeti duke parë nga dritarja. Gjithçka, tha ai më në fund. Absolutisht gjithçka. Nuk do të kisha filluar të luaja bigjos, nuk do t'i kisha gënjur maman tënde, nuk do t'a kisha lënë vesin të merrte kontrollin e jetës sime. Por kryesisht, nuk do të kisha ikur. Do të kisha qëndruar dhe do t'i kisha përballuar pasojat bashkë me ju. Po tani? Çfarë do të bësh tani? Nuk e di nëse kam të drejtë të dua diçka. Të gjithë kanë të drejtë të duan diçka, tha Marina me vendosmëri. Fol. Roberti mori frym thellë. Dua të përpiqem të jem një baba për ty, e di që nuk mund t'i kthej vitet e humbura, e di që nuk mund ta fshi atë që bëra. Por dua të përpiqem të jem i pranishëm në jetën tënde në një farë mënyre, nëse ti më lejon. Dhe si e imagjinon se do të funksiononte kjo? Nuk e di. Ndoshta duke filluar ngadalë. Një drekë në javë, një bisedë her pas here. Duke të lënë ty të përcaktosh ritmin. Ai hezitoi. Dhe dua të punoj. Dua të ndaloj së varuri nga mirësia jote dhe të rifitoj dinjitetin tim. Çfarë lloj pune? Cilën do? Pastrim, portier, çdo gjë të ndershme. Vetëm kam nevojë për një shans, për dikë që të më besoj pavarësisht të kaluarës sime. Sepse duhet të shoh që ke ndryshuar vërtet, që je i gatshëm të luftosh për jetën tënde. Jam. Betohem se jam. Ata mbaruan drekën duke planifikuar hapat e ardhshëm. Marina do t'i telefononte shefit të saj javën tjetër, Roberti do të vazhdonte në hotel derisa të gjente një vend të tij dhe do të takoheshin çdo javë për të ngrënë drekë së bashku. Nuk ishin hapa të mëdhenj, por ishin hapa real drejt një vendi. Kur dolën nga restoranti, dielli i pasdites ishte i artë dhe i ngrohtë. Ata ecën deri në një park aty pranë dhe u ulën në një stol, duke vëzhguar fëmijët që luanin ndërsa prindërit bisedonin. Mund të tregoj diçka, tha Marina. Sigurisht. Për një kohë të gjatë kam ëndërruar për këtë moment. Për ditën kur do të ktheheshe, për atë që do të thosha, si do të ishte ritakimi ynë. Ajo buzëqeshi me trishtim. Në ëndrat e mia, ti ktheheshe i suksesshëm, me një shpjegim të përsosur për mungesën tënde, duke kërkuar falje në gjunjë. Dhe si ndiheshe në ato ëndra? E fuqishme.
Imagjinoja se do t'i refuzoja justifikimet e tua, se do të bëja të vuaje siç vuajta unë. Marina bëri një pauzë. Por realiteti është shumë më i komplikuar, apo jo? Shumë më tepër. Sepse ti u ktheve i thyer, i shkatëruar, duke vuajtur po aq sa vuajta unë. Dhe zbulova se nuk ndjej asnjë kënaqësi duke të parë kështu. Në fakt, më dhem. Roberti u kthye ta shikonte. Pse mendon se ndihesh kështu? Sepse zbulova se ende të dua, tha ajo thjesht. Jo ende si baba, kjo do të marrë kohë. Por si person. Si qenie njerëzore që bëri zgjedhje të tmerrshme, por që ende mund të bëjë zgjedhje më të mira. Ata mbetën në heshtje për një kohë, duke vëzhguar jetën që ndodhte përreth. Kishte diçka thellësisht paqësore në atë moment, sikur pas vitesh stuhje, më në fund të kishte ardhur qetësia. Marina, tha Roberti përfundimisht, nuk do të zhgënjej përsëri. E di që nuk ke arsye të më besosh, por kam ndryshuar. Rruga më mësoi gjëra që duhej t'i mësoja për përulsin, për mirënjohjen, për vlerën e njerëzve. Dua të besoj. Atëherë beso. Ma jep këtë shans. Kur dita filloi të errej, ata u kthyen në hotel së bashku. Tek dera, Marina hezitoi. Dua të tregoj diçka, tha ajo, duke nxjerrë celularin nga çanta. Kërkoj në foto derisa gjeti një të vjetër, të bërë disa vite më parë. Kjo këtu është mamaja ime. Roberti shikoi foton dhe shpreha e tij u shpërbë. Gruaja në imazh ishte më e moshuar, me flokë të thinjur dhe rrudha rreth syve, por ishte padyshim Silvana. Si është ajo? E pyeti ai me vështirësi. Mirë. Jeton në Durrës, punon në një shkollë si sekretare. Nuk u martua më kurrë. Marina studioi reagimin e tij. Ajo ende e mban unazën e martesës. Roberti mbylli sytë. Nuk duhej. Duhej të kishte vazhduar përpara, të kishte gjetur dikë që të kujdesej për të siç duhet. Ndoshta ajo ende po pret. Po pret çfarë? Po pret që ti të kthehesh në shtëpi vërtet. Jo fizikisht, por emocionalisht. Po pret që ti të bëhesh dikush për të cilin ja vlen të presësh. Roberti e shikoi me një përzierje shprese dhe tmerri. Mendon se një ditë ajo do të mund të më falte? Nuk e di. Por e di që ajo kur nuk ndaloj së shqetësuari për ty edhe pas gjithë këtyre viteve, ajo ende pyet nëse je mirë, nëse je gjallë. Marina i vendosi dorën në krah. Një hap në një kohë, mban mend? Së pari ti rindërton jetën tënde, pastaj shohim se çfarë tjetër është e mundur. Roberti tundi kokën, qartësisht shumë i emocionuar për të folur. Do të vi të marr të hënën për të shkuar në kompani, tha Marina. Vish rrobat e tua më prezantuese. Do të jem gati. Këtë herë, kur u ndan, Marina nuk hezitoi ta përqafonte. Ishte një përqafim ende i kujdesshëm, por i sinqert. Roberti e mbajti sikur ajo do të zhdukej, por me delikatesë, sikur të ishte prej kristali. Faleminderit që nuk hoqe dorë nga unë, përshpëriti ai. Faleminderit që u ktheve, u përgjigj ajo. 3 muaj më vonë, Roberti punonte në turnin e natës në kompaninë e logjistikës, jetonte në një apartament të vogël por të pastër dhe hante drek me Marinën çdo të enjte. Nuk ishte një jetë magjepsëse, por ishte një jetë dinjitoze. Kishte shtuar disa kilogram, kishte rifituar shkëlqimin në sy dhe po zhvillonte ngadalë një besim të ri në vetvete. Një ditë, gjatë një prej drekave të tyre javore, Marina erdhi me një shprehje nervoze. Ka ndodhur diçka? E pyeti Roberti menjëherë. I telefonova mamas si me dje, tha ajo. Roberti ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Dhe? I tregova për ty për si të gjeta, për si je tani. Marina mori frym thellë. Ajo do të shoh. Ajo do. Tha se duhet të di nëse ke ndryshuar vërtet. Që duhet të shikoj në sy dhe të shoh nëse është e vërtetë. Marina i mbajti dorën mbi tavolinë. Ndihesh gati? Roberti mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar mundësinë. Gjatë gjithë atyre muajve duke rindërtuar jetën e tij, një pjesë e tij kishte ëndërruar për këtë moment, por një pjesë tjetër ishte përpjekur të mos mendonte për të, nga frika se mos zhgënjehej. Kam frikë, pranoi ai më në fund. E di. Edhe ajo ka. Po sikur të më shikoj dhe të mos më fal dot. Po sikur të jetë tepër vonë. Po sikur të mos jetë, u përgjigj Marina.
po sikur të ketë ende një shans. Roberti tundi kokën ngadalë. Kur? Të dielën tjetër. Ajo do të vijë në Tiranë. Mund të takohemi në shtëpinë time ose në një vend neutral nëse preferon. Në shtëpinë tënde, tha Roberti pa hezituar. Nëse ajo po më jep një shans, dua të jetë në mënyrën e saj. E diela erdhi me diell dhe e ngrohtë. Marina kaloi të merrte Robertin, i cili kishte kaluar gjithë mëngjesin duke u bërë gati dhe duke u përpjekur të kontrollonte nervat. Ata bën rrugën deri në apartamentin e saj në heshtje, secili i humbur në mendime. Kur arritën, Silvana po priste në dhomën e ndenjes, e ulur në divan me duart e kryqëzuara në prerë. Në moshën 58 vjeçare, ajo ishte ende një grua e bukur, por Roberti mund të shihte peshën e viteve të shqetësimit dhe vetmisë në qëndrimin e saj. Përshëndetje, mami, tha Marina, duke e puthur në faqe. Ky është Roberti. Silvana u ngrit ngadalë dhe qëndroi në anën tjetër të dhomës, duke studiuar burrin përballë saj. Roberti nuk lëvizi, duke pritur që ajo të bënte hapin e parë, që të përcaktonte se si do të ndodhte ai takim. Ke ndryshuar, tha ajo më në fund. Më i dobët. Më i moshuar. Ti je më e bukur, u përgjigj ai me sinqeritet. Pavarësisht gjithçkaje. Silvana bëri disa hapa në drejtim të tij, por ndaloi në një distancë të sigurt. Pse ike, Robert? Pse nuk qëndrove për të përballuar gjithçka bashkë me mua? Sepse isha frikacak. Sepse kisha turp nga ajo që u kisha bërë jetëve tona. Sepse mendova se do të ishit më mirë pa mua. Gabov. E di që gabova. Silvana shikoi Marinën, pastaj u kthye te Roberti. Vajza jon u rrit pa baba për shkakun tënd. E rrita vetëm, punova në 2 punë, kalova net pa gjumë duke pyetur veten nëse ishe gjallë apo i vdekur. E di. Dhe pendohem çdo ditë. Pendimi nuk paguan faturat, Robert. Pendimi nuk vë ushqim në tavolinë, nuk ndihmon një fëmijë me detyrat e shtëpisë, nuk i mban dorën askujt kur ka frikë. Roberti uli kokën. Ke të drejtë. Ke plotësisht të drejtë. Por, vazhdoi Silvana, dhe diçka në zërin e saj ndryshoi, vajza jon më tha se ke ndryshuar. Se po punon, se po përpiqesh të jesh më i mirë. Po përpiqem. Pse? Pse tani? Roberti ngriti syt për të takuar të sajt. Sepse më në fund e kuptova se ikja nuk zgjidh asgjë. Vetëm krijon më shumë probleme. Dhe sepse zbulova se ende kam njerëz që kujdesen për mua, edhe pas gjithçkaje. Silvana mbeti në heshtje për një moment të gjatë, syt I ishin përlotur. Pastaj, duke I habitur të gjithë, përfshirë edhe veten, bëri një hap drejt tij. Kur nuk ndalova së dashuri, tha ajo, me zërin e thyrë. Edhe kur të urreja, edhe kur doja të harroja, kur nuk ndalova së dashuri. Silvana. Por dashuria nuk mjafton. Nëse do një shans të dytë me mua, me familjen tonë, do të duhet të provosh çdo ditë se e meriton. Jo me fjalë, por me vepra. Do ta provoj. Vërtet? Po. Silvana e studioi për disa sekonda të tjera, pastaj I zgjati dorën. Atëherë le të fillojmë nga e para. Ngadalë, një ditë në një kohë. Roberti I mbajti dorën sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Faleminderit që ma dhe këtë shans. Mos më falëndero akoma. Më falëndero pas 5 vitesh, kur të provosh se ke ndryshuar vërtet. Marina, e cila kishte ndjekur gjithçka në heshtje, ndjeu lotët t'i rridhnin lirshëm në përfytyrë. Nuk ishte një fund për allash, nuk ishte një pajtim magjik dhe I përsosur. Ishte më mirë se kaq. Ishte reale, ishte e ndershme, ishte e ndërtuar mbi baza të forta të ndryshimit të vërtet dhe faljes së ndërgjegjshme. Në muajt që pasuan, Roberti e provoi transformimin e tij jo me gjeste të mëdha, por me qëndrueshmëri të vogla. Kur nuk mungoi në punë, kur nuk harroi t'i telefononte Marinës kur premtonte, kur nuk theu një premtim të bërë. Pak nga pak, Silvana e lejoi të bëhej përsëri pjesë e jetëve të tyre. 2 vjet më vonë, në një prag krishtlindjesh si ai që kishte ndryshuar gjithçka, të tre ishin së bashku në dhomën e ndenjes së Marinës, duke zbukuruar një pemë të vogël. Roberti kishte sjellë dhurata të thjeshta por të menduara me kujdes. Silvana kishte gatuar darkën. Marina kishte përgatitur shtëpinë me gjithë dashurinë që ndjente për familjen që kishte rigjetur.
E mban mend pemën tonë të parë të Krishtlindjeve, e pyeti Silvana Robertin ndërsa varnin zbukurimet. E mbaj mend. Ti këmbëngule të blije një pemë të madhe që mezi hynte në dhomë. Dhe ti u ankove se ishte shpenzim i kot parash, shtoi Marina duke qeshur. U ankova për shumë gjëra të kota në atë kohë, pranoi Roberti. Fatmirësisht mësova t'i vlerësoj gjërat e duhura. Kur mbaruan dekorimin, të tre u ulën në divan për të admiruar rezultatin. Pema nuk ishte e përsosur, disa zbukurime ishin shtrembër, dritat vezullonin jashtë sinkronit. Por ishte e tyre, ishte e ndërtuar me dashuri dhe durim. Babi, tha Marina, dhe ishte hera e parë që e përdori fjalën natyrshëm, pa e sforcuar, mund të ma japësh atë zbukurimin e fundit? Roberti ndjeu zemrën t'i shtrëngoi nga emocioni. Sigurisht, bi. Ndërsa Marina vendoste zbukurimin e fundit në pemë, Silvana i mbajti dorën Robertit. Nuk tha asgjë, vetëm ja mbajti, siç bënte kur ishin të rinj dhe e ardhmja duke i plot premtime. Faleminderit, përshpëriti Roberti për të dyja gratë e jetës së tij. Për çfarë? E pyeti Silvana. Që më mësuat se është e mundur të rinisësh. Që njerëzit mund të ndryshojnë. Që falja është e mundur, edhe kur nuk e meritojmë. Të gjithë meritojnë një shans të dytë, tha Marina. Çështja është se çfarë bëjmë me të. Dhe çfarë do të bësh ti me të ëndin? E pyeti Silvana. Roberti shikoi të dyja, pemën e papërsosur dhe të përsosur në të njëjtën kohë, dhomën e thjeshtë që ishte bërë vendi më i rëndësishëm në botë për të. Do të jetoj, tha ai. Do të jetoj çdo ditë duke u përpjekur të jem më i mirë se një ditë më parë. Do t'ju dua ashtu siç duhej t'ju kisha dashur që në fillim. Dhe do të qëndroj. Këtë herë, unë do të qëndroj. Jashtë, filloi të binte një shi i mëdvere, duke larë rrugët e Tiranës dhe duke përgatitur qytetin për një ditë të re. Brenda shtëpisë, një familje e papërsosur por reale u mblodh rreth një pemë krishtlindjesh, duke festuar jo vetëm datën, por shansin e dytë që të gjithë ata kishin gjetur në dashuri, në falje dhe në guximin për të rinisur. Roberti mori një fletore që e kishte bler disa javë më parë dhe ia dha Marinës. Që të shkruash historinë tonë, tha ai. Historinë tonë të vërtet, duke filluar nga tani. Marina buzëqeshi, mori një stilolaps dhe shkroi në faqen e parë. Na ishte njëherë një familje që mësoi se kur nuk është vonë për t'u kthyer në shtëpi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Marinës, Robertit dhe Silvanës të ketë prekur thellë zemrat tuaja. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim faljeje, rinisjeje dhe dashurie familjare, lini pëlqimin tuaj këtu poshtë, abohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Çdo ditë sjellim histori intensive dhe transformuese si kjo, që zbulojnë aftësinë njerëzore për t'u rishpikur, për të falur dhe për të gjetur dashuri edhe në vendet më të papritura. Faleminderit që na ndoqët në këtë rrëfim emocionues dhe ju presim në episodin e ardhshëm, ku një histori e re jete do t'ju ngrohë zemrën dhe ndoshta do t'ju ndryshojë këndvështrimin mbi shanset e dyta. Deri atëherë.